Presidenti Donald Trump deklaroi se ka nënshkruar ligjin së 1071, ligjin për autorizimin e mbrojtjes kombëtare për vitet fiskale 2026. Ky ligj autorizon fonde për vitin fiskal për Departamentin e Luftës, programet e sigurisë kombëtare të Departamentit të Energjisë, Departamentit të Shtetit, Departamentit të Sigurisë Kombëtare dhe Komunitetit të Inteligjencës dhe departamenteve agjencive të tjera ekzekutive. Ligji do t'i mundsojë të zbatojë agjendën time, paqe përmes fuqisë, të mbrojë dheu nga kërcënimet e brendshme dhe të huaja dhe të forcojë bazën industriale të mbrojtjes duke eliminuar financimin për programe të shfrytzuara dhe radikale që minojnë etosin luftarak të burrave dhe grave të kombit ton në uniformë, tha presidenti amerikan Donald Trump. E rëndësishme është që ligji kodifikon aspekte më shumë se një dyzinë të urdhrave ekzekutiv dhe veprimeve të administratës time, përfshirë ato të fokusuara në aftësinë luftarake, avancimin e mbrojtjes raketore të adeut përmes mbështetjes së plot të planit Golden Dome for America, rikthimin e sovranitetit të hapësirës ajrore të Amerikës. Ligji përcakton gjithçka nga numri i anijeve, avionëve dhe sistemeve raketore deri tek rritja e pagave për trupat dhe mënyrat për të adresuar kërcënimet gjeopolitike. Ai gjithashtu përfshin dispozita për të forcuar sigurinë në Europë, përfshirë një limit të forcave amerikane në Europë, jo më pak se 76.000 ushtar dhe mbajtjen e titullit të komandantit suprem të NATO-s për komandantin e forcave amerikane në kontinent. Si pjesë e ligjit, $800 milion do të shkojnë për Ukrainën përmes iniciativës së sigurisë për Ukrainën, ku kompanitë amerikane paguhen për furnizimin me armë për ushtrinë ukrainase. Ligji mbështet gjithashtu iniciativën e sigurisë balltike, duke siguruar $175 milion për Letonin, Lituanin dhe Estonin. Shtëpia e Bardhë njoftoi se Trump e mbështeti ligjin pasi ai kodifikon disa nga urdhrat ekzekutiv të tij, përfshirë financimin e sistemit të mbrojtjes raketore dhe eliminimin e disa programeve për diversitet, barazie e përfshirje në Pentagon. Ligji është miratuar çdo vit nga Kongresi për 65 vjet rresht, edhe pse Trump e kishte refuzuar versionin e vitit 2020 për disa arsye, duke përfshirë ndryshimin e emrave të bazave ushtarake dhe mbrojtjen ligjore të kompanive teknologjike.